Në dorë kemi listën e monumenteve për qytetin e Tiranës. Ndërtesa që kemi në krah është njëra prej tyre. Le të hyjmë së bashku edhe ta shohim, ta vizitojmë. Çfarë po bëhet këtu? Përgjithësi nuk është një problem. Po mirë. Ndja ka pa 2 tavlanë. Nuk është tot ashtu për momentin, ka dalë. Duam të hyjmë brenda. Pa me më këto ratit e kena marrë për puna, qa? Unë jam gazetar. E di. S'na lëm të futemi brenda se po e shkatroj. Po heqin dyert, dritaret dhe muret ndarës të kësaj godine. Pra, një nga godinat më të bukura të trashëgiminë son kulturore, po i hiqet edhe suvaja e fundit. Kush po ja bën varin kësaj godine? 50 metra nga sheshi Skënderbej, nga Ministria e Brendshme, Ministria e Kulturës, Bashkia, Inspektoriati i Ndërtimit, kush po e shkatron këtë objekt, monument kulture të kategorisë së parë, në mes të ditës, pa ja bërë syri tërë. Ky monument kulture në qytetin e Tiranës nuk është i vetmi që po shkatrohet. Para ti, një monument tjetër kulture i kategorisë së parë, ju vuzjari duke e fshirë fare nga harta, shtëpia e Hutajve, në truellin e së cilës po ngrihet ky pallat shumë katësh. Hajde thuaj pastaj se këta njerëz nuk na qenë kanë hajdut të monumenteve të kulturës. Para disa vjetësh Tirana ka patur 61 monumente kulture të kategorisë së parë. Tani ka 41. Ja lista e tyre. Kala, ura, mure antik, xhami, si dhe banesa popullore. Këto objekte tregojnë se një shekull më parë, 2, 5 e më shumë, këtu jetonin njerëz dhe jo uqër që hanin njëri tjetrin. Mozaiku i Tiranës, që i përket shekullit të 6, është dëshmia më e mirë për këtë. Po le të kthehemi tek sarajet e Toptanit, e që tani po shkatërohen. Pse po shkatërohet? Duke parë ndërhyrjen që është bërë nga një firmë ndërtimi në brendësinë e saj, vjet re